Përshëndetje të gjithëve. Sot ju kam sjell një recetë shumë të shpejtë, të shëndetshme dhe pa pjekje. Perfekte për një mëngjes proteinik ose një snack energjik gjatë ditës. Kjo është nga ato receta virale që përgatiten thjesht duke përzier përbërësit e pak që ka. Si e shikoni, këtu kam përbërësit. Në një tas qelçi thjesht do t'i bashkojmë, janë thjesht 3 përbërës. Shtojmë në tas 3 lugë të qiellës me fara chia dhe më pas 5-6 lugë të qiellës me kos grek. Nëse e doni pak më kremoze, mund t'i shtoni vetëm 2 lugë të qiellës me fara chia. Mund të përdorni kos grek ose kos të trash. E mbushim tasin plot dhe më pas me kujdes i bëjmë përzierjen. Sigurohemi që farat të shpërndahen mirë dhe të krijohet një masë homogjene. Kaq mjafton. Duket shumë kremoze, por kur të qëndrojnë ajo do forcohet. I shtojmë dhe një skup me proteinë ose një lugë me proteinë, por nëse nuk e keni, mundet edhe mos ta shtoni, thjesht e lini me fara chia dhe kos. Kosi i trash dhe greku ka mjaftuar shumë proteinë. I bëjmë një përzierje të mirë. Vetëm 2 minuta punë kërkon kjo recetë dhe i kemi për vetes një mëngjes të shëndetshëm proteinik ose një snack për gjatë ditës. E lëm të pushojmë për 2 orë ose mund ta përgatisim në mbrëmje dhe ta konsumojmë në mëngjes. Unë në fakt e kam lënë të pushoj gjithë natën dhe në mëngjes e kam gati. Thjesht do t'i shtoj pak kakao sipër ose çokoladë të zezë nëse e keni. Dhe kush e do të ëmbël mund t'i shtoj mjalt, por mua nuk më pëlqen ta ëmbëlsoj. Do ta konsumoj në këtë mënyrë. Nëse ju pëlqeu kjo recetë e shëndetshme proteinike, mos harroni ta pëlqeni videon dhe ta ndani me ata që kujdesen për trupin dhe shëndetin e tyre. Unë jam Lumturia nga Pasion Kuzhine. Gatuaj me pasion dhe ndaj me dashuri.